Me pankarta si fitim për usjen sëmundje për ne, po thithim helm, ajri nuk është luks, por e drejt. Qytetarë dhe aktivistë mjedisor protestuan sot përpara qeverisë dhe disa institucioneve kundër ndotjes së shkaktuar nga fabrika e Çimentos Susje. Sipas tyre, institucionet janë në dieni të problemit, por nuk ndërmarrin masa konkrete. Aktivistët kritikuan autoritetet për mungesë transparence dhe për matje që sipas tyre nuk e pasqyrojnë gjendjen reale të ndotjes. Teknologu i diplomuar Dragan Kavrakov deklaroi se sipas lejes aktuale, usje mund të prodhojë çdo vit 1,75 milion ton çimento dhe të djegë sasi të mëdha karburantesh pa standarde të qarta për cilësinë e tyre. Protestuesit kërkuan që fabrika e Çimentos Susje të funksionojë sipas standardeve ekologjike dhe të mos rrezikojë shëndetin e qytetarëve. Та интегрирана дозвола ниту еден ред напишано за контрола на горивата кои што влегуваат во таа фабрика и се согоруваат. Да се направи пресметка во однос на количините кои што им се дозволени да ги согоруваат и емисиите на воздух. И таа пресметка покажува дека на нив им е дозволено да емитуваат 7800 килограми сулфур диоксид на ден во атмосферата. Оваа количина на сулфур диоксид е хемиски еквивалент на речиси 10 тони сулфуреста киселина. Дневно. Не знам кој го дозволи. Искрено кажам да се прашувам дали се компетентни да знаат што прават. На нив им е дозволено да согоруваат 35.000 алтернативно гориво, 35.000 тони, по кој што е вклучена пластика, сечкани гуми и текст. 2 месеци кажуваме дека не им веруваме. Не им веруваме ниту на усје, ниту на институциите. А од друга страна добиваме исти одговори. Иста приказна, соопштенија, медиумски гостувања и постојани повици дека ние граѓаните треба да им веруваме на институциите. Но ние со истата таа упорност го кажуваме истото. Не им веруваме. Marshi protestues filloi para qeverisë, vazhdoi përmes kuvendit dhe përfundoi para Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, nga ku protestuesit kërkuan që institucionet të vendosin sipas standardeve ekologjike europiane gjatë rinovimit të lejes atë integruar të fabrikës së Çimentos, e cila është caktuar për më 12 mars. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se protestat janë një drejtë legjitime demokratike dhe se çdo qytetar ka të drejtë të shprehë publikisht pakënaqësinë e tij.